Ma mërmenja që ai është kundër bashkimit kombëtar. Po protesta, çka mendoni Basakim që po mohon protesta? Në Shqipëri, po mendon. Qore, une po të tregoj diçka. Kohën e kalune, kur jem kanë Shqipëri, kur janë majtë do protesta të pëdës. Edhe tani, jem shku e kun vizitu Shqipërin, mas 4-5 dite, kur e kun pa qeverin e Edi Ramës, që që kishin konsulmu, a kanë edhe në për media. A është ai shqiptari, a ka gjak shqiptari, kur e sulmon një institucion. A din që shpa po më kujtohet aja kohë, kur e kun pa sulmun, do me thonë, qeverin e Edi Ramës, e shqiptarë, e shtetit shqiptar, se nesër, sot është Edi Ramës, nesër më në të me kone shpendit, e atina tjetërit. Po kur i bje dhe më dhënë që populli është i bindur dhe më dhënë që ky kryeministri që është e ka institucioni i shtetit, që ne e dashurojmë edhe lëm jetën për të, është i shqitur në për agenturat huaja, vlla, që nuk punon për interesin. Tani si duhet me i bë, duhet me i marrë le Vučićit, ta godasin kryeministrin e punëtorit tonë, si i bje. Se ka ardhur më shumë ka ardhur Vučići se shka ardhur Albin Kurti në Shqipëri, vlla. Okej. E kemi bërë si motër Vučićin. Më na ardhe këtu e me emrin Aleksandra. Ti fort mirë e din që shteti ka mekanizma. Ka siguri. Po prandaj po protestojmë miku jam. Po të regoj, veç pa. Shiko, unë i përulem, ka qenë luftar zotëria? Po. Ti përkulem, jo ma jap dorën, i përkulem trimnis që ke shkrep armën për shtetin tatë vlla. Për këtë ta jap dorën dhe të jap përgëzimet më të mira. Por krye, kur të krye. Okej, më fal, po bravo, më fal. Krye. Neve kemi dalë në protestit dashur, na duhet edhe ndihma jote, si patrioti vërtet, sepse jemi të bindur që një klasë politike e establishmentit, majtas dhe djathas, po e çmontojnë Shqipërinë dhe po e shesin për skrap, po mendojnë se u ka lënë baba. Dhe këta kanë ngritur çdo lloj rrymë patriotike, semi-patriotike, patetike, po të duash ti. Pra nuk të bën ti patriot kjo shenja dhe thuash Serbi ta ashtu modrën, Greqi ta ashtu modrën. Jemi shqiptar ne kur lum kontarja. Patriot bën mos vjetesh vendin tënd. Bësh punën tënde, të rrizësh cilësinë e arsimit, të rrizësh cilësinë e prodhimit. Neve nuk prodhojmë shkrepsa. Nuk tregtojmë asgjë, neve vetëm importojmë. Po as pat ligjona më? Ka 12, ka fusha Myzeqes është një nga fushat më të begata në Ballkan. Neve i marrim domatet nga Maqedonia, marrin mielli nga Serbia. Tash ma thuaj ti mua vlla, tash. Vetëm kaq më thuaj kush është tradhtari se jam unë i pari që sakrifikoj me gjyq ushtarak. Dalsha unë tradhtarët më bëjnë gjyq publike vlla, e të shpëtoj Shqipëria. Po kush po e tradhton? Ne që dalim të revoltuar apo këta që kanë i mungojnë 12 miliard dollar në buxhet për 10 vjet. Është të mëshme. Shpend e kryve, po? Po tjetër, më falë, nuk më ndryhima. Jo. Si ki drejt ti mi thonë një personit, është të rrëthar. Hajtë, bindum të mu që Edi Rama është të rrëthar. E kam pyetje? Me dy fjallë, veç bindum që të rrëthar të Edi Rama. 1.100.000 vlezër dhe motra shqiptare kanë ikur jashtë për mos të kthyer më kurrë. Po tash ja, nuk është ajo. A më the një fjalë? Po, e kryve. E ke statistikë? E ke statistikë. Edi Rama një kombëtar sjell njerëz vlla, nuk i largon. Janë mekanizmet e shtetit që e caktoj njerin a patriot, a tradhtar. Kur është një kryeministër, një president, një kryetar parlamentit të shku rrugës gabueshme, janë mekanizmet. Vlla, unë nuk mendoj që është Thaçi është tradhtar se është po mbyllet në Hagë vlla që po akuzohet për krime lufte dhe pas lufte. Ai mund të dalë tradhtar në gjykat me shtet. Hashim Thaçi mund të haj 35 vjet burg, 50 vjet burg, 200 vjet burg. Shpend gazhë nuk ka për të besuar ndonjëherë që ai ka tradhtu Kosovën. Me të njëjtën gjë e kanë edhe me Ramën. Unë jam i bindur që është tradhtar, ti mund të bësh letra çat dush. Do të fakte më thonë që është tradhtar. Ore un po të them edhe po vlla, edhe shikoj faktet i bën njerëzit. Njerëzit janë manipuluar. Domethënë Draçemajzën pas ja kem. Ky pidom, po thot Hashimi është më burrë mirë se. Hashimi ka qenë luftë. Hashimi ka qenë vlla. Zotni vesh një pyetje. Pse i thuti tradhtar Edi Ramës se ka tradhtuar ta ka fitu krejt Shqipërinë me vota. Tani do me don leksione. Edi Rama e ka fitu krejt Shqipërinë. Do me thonë vetëm ka vajën, doket e ka PD. Po ka vajën, na e fali neve, tha mbajnë. 3 mandate i ka Edi Rama. Do me thonë i ka fitu. Çaj popull që është në Shqipëri, të gjithë ja ka dhënë votën. Vlla, pse ju s'ja keni dhënë një personit shembull me qit kandidat kundër kandidat edhe me kanë me Edi Ramën me fitu ai tjetëri, po se ka fitu Asali Berisha. Ju ini të e mojt një protest ndaj opozitës edhe
pozitës. Do me thonë, ndaj Sali Berishës edhe ndaj Edi Ramës. Ju po thoni burg Edi Rama, burg Sali Berisha. Do me thonë, asë njani nuk shkon burg, nuk jeti që e përcakton. Nuk është protestusi që e përcakton me shkun burg Edi Ramën, asë Sali Berishën. Qofë se kanë bo gabime, janë mekanizmat e shtetit. Ata e përcaktojnë. Mekanizmi i shtetit, po jo tani se po mbën leksione politike, ti kishe sakta do të gjojë me këshërinë të Merja Sadriu letër, po se kja sakta. A po më lem me full, se ti